aty te ABC, shkove se ndoshta të bënë një ofertë, apo çfarë? Thjesht ishte u hapi lloj loje idiote në internet, jo ti ke thënë që unë jam korrizuar, ore kush je, shof Edi Ogën. Më falë thash, kush je zoti, thash, kur ti ke qenë ke fiksi, unë bëja me këtë demin ta bëja ftesë në studio, diçka e këtillë, thash, më falë thash, çaj nati ke, thash që flet këtë mirë. Kush është ai person thash që edhe si kur të ishte, thash, cop fare, thash, nuk do pranonte, wow, unë jam me korrizuar. Le të ishte cop, por nuk ta pranonte. Më thuaj ku i thash... Pse, valla, çfarë të keqe ka unë? Po si isha e parnel, valla. Ja korrizuar, do isha shumë rënd. Po jo ta pranosh. Edhe thash ishe, falenderoj shumë për të rejkjen e... Jo, ku më kroj koka. Ma mërmenja. Do me thënë nuk je alkoholizuar. Akoma jo. Mirë, presim. Mos presin shumë, po. Ja, 10 minuta. Presim. Give or take, 10 minuta. Është më mirë. Sa 2 mëngjesi. Shkojmë e bëjmë një emision me Flavio Rande nga syri nesër, se është Shumë të ikë një. Ka qenë një kohë që unë mund të bëja një emision në mëngjesi, pasi kisha qenë në klab gjithë natën, po s'është më ajo kohë.